Fushata e rivlerësimit të pronave është gati të nisë pas dekretimit nga presidenti Begaj. Projektligji për rivlerësimin e pasurive të paluajtshme është botuar në fletoren zyrtare. Tatimi që do të paguhet në rast të shitblerjes së pronave do të jetë në masën 5% nga 3% që grupet e interesit kërkuan. Jemi bazuar mbi fushatën e fundit, e cila ka funksionuar më së miri, pra 3% që i aplikuar gjatë 2020-2022 ka funksionuar më së miri, ka dhënë një gjallërim tregut dhe në fund të ditës ka sjell alternativa ekonomike për blerësin e parë dhe për shtresën e mesme, por ka sjell edhe para në arkën e shtetit. Pra po flasim mbi mesatarisht çdo vit mbi 35 deri në 40 milionë euro. Madje mbi 100 zyra të shitjes së pasurive të patundshme që përfaqësohen në shoqatën Narea i kërkojnë qeverisë që tatimi i shitblerjeve të pronave përtej fushatave mos jetë 15%, por më i ulët. Në fundit në platformën e konsultimit publik, por edhe në komunikimet me media, por edhe në shkresën drejtuar drejt për drejt Ministrisë Financave, ne kemi dhënë qëndrimet tona që kjo histori me fushata rivlerësimi mund të vazhdoj pafund, por nuk është zgjidhja e duhur. Atë që ne besojmë është që ashtu si 26 nga 27 vendet Bashkimit Evropian, të kemi një përjashtim të tatimit kur flasim për banesën e parë. Fushata e vlerësimit ndërkohë nuk do të ulë çmimet e apartamenteve, vlerësojnë aktor nga tregu i pasurive të paluajtshme. Shumë do të kenë mundësi të aksesojnë pronat të cilat janë me alternativë ekonomike, pronat të cilat nuk do të kishin mundësi të aksesojnë më përpara. Në 13 vitet e fundit janë bërë 5 rivlerësime pronash dhe të gjitha kanë ndodhur përpara zgjedhjeve vendore ose të përgjithshme parlamentare me tarifa që kanë variuar nga 1% deri në 3%.